Konsumoni ara çdo ditë dhe nuk do ta besoni çfarë i ndodh zemrës juaj. Një studim i realizuar së fundmi ka treguar se personat që konsumojnë rregullisht një sasi të vogël të arave kanë gjansat e ulta që të kenë rrahje të çrregullta të zemrës. Studimi ka treguar se konsumi i arave të paktën 3 herë në javë lidhet me një ulje të rrezikut për fibrilim arterial me 18%. Kjo gjendje e rrahjeve të çrregullta të zemrës është e shkaktuar nga arresti kardiak. Afërsisht 1.3 milion njerëz në Britani janë diagnostifikuar me këtë gjendje dhe rreth 500.000 të tjerë kanë rrahje të çrregullta të zemrës, mirëpo pa diagnozë, citon Healthside. Prandaj, përfshirja e arave në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit të zemrës, dhe jo vetëm kaq. Konsumi i arave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të ofrojë edhe nivele të mira të proteinës, të cilat janë shumë të shëndetshme edhe për jetëgjatësinë, gjithashtu edhe forcimin e muskujve dhe elementeve omega 3 të shëndetshme për trurin.